Shqipëria po jo është të huajt, synimet për të zvendësuar fuqinë punëtore nga vendet e tjera, ndonse me ulje ngritje po japin rezultat. Sipas të dhënave nga Agjencia e Punësimit dhe Aftësive, vitin e shkuar numri i shtetasëve të huaj të pajisur me leje pune arriti në gati 13.000, një shifër e ndjeshme më e lartë se vitet paraardhëse. Janë kryesisht të punësuar në turizëm, ka dhe një rritje të deklarimit të punojësve të huaj si pasojë e frikës nga kontrollet. Sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, pjesa më e madhe e punojësve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri deri më tani janë nga Turqia, Egjipti, Filipinet, India, Kina apo Ukraina. Kjo është një zgjidhje afat shkurtër, është një eksperiment, rezultatet e cilit kanë treguar edhe më herët. Vëmendja jon duhet të jetë tek të rinjt në vend, ka edhe shumë kosto për sjelljen e tyre, shtojnë ekspertët. Por sa kushton një punonjës i huaj? Një punonjës i huaj kushton deri në 3.500 euro për ta sjellë në Shqipëri. Përfshir këtu kosto transporti, procedurat ligjore dhe akomodimet, shpjegojnë ekspertët e punësimit. Veç atyre që vijnë për të punuar, vitet e fundit ka një rritje të kërkesës për leje qëndrimi edhe nga ata që thjesht duan të jetojnë në Shqipëri. Të dhënat nga Ministria e Brendshme tregojnë se vitin e shkuar pati 13.176 kërkesa për leje qëndrimi nga pak më shumë se 12.000 të tillë gjatë 2023-shit. Pjesa më e madhe e kërkesave erdhën nga italianët me 2.156 të tillë, ndjekur nga indianët, turqit dhe qytetarët nga Kosova.